Dardani, faleminderit për këtë pritje madhështore na keni ngrohtë zemrën. Nga viti I parë I mandatit fillojmë vendosjen e ashensorëve 3 në të gjitha ndërtesat kolektive të Dardanisë. Ne do të punojmë shumë edhe në izolimin termik, edhe në fasadimin e banesave. Ne jemi shumë vetëdijshëm që hapësirat publike u takojnë qytetarëve dhe na duhet një aksion I menjëhershëm për lirimin e të gjitha hapësirave publike, nga uzurpimet, qendra tregtare të Santeja, të Kurrizi, të Posta e Re, do të rregullohen, do të rinovohen, do të funksionalizohen. Ne do të themelojmë ndërmarrjen e re komunale tregu, e cila do të mandatohet për të menaxhuar dhe për të mirëmbajtur të gjitha tregjet e Prishtinës. Prishtina tashmë e ka një shans të artë e ky shans quhet Hajrullah Qeku. Hajrullah Qeku është njeriu I cili e njeh Prishtinën më mirë se kushdo, është njeriu I punës konkrete dhe I rezultateve të prekshme. Ju e keni parë se si Hajrullahu e njeh kryeqytetin, por në të njëjtën kohë vazhdon ta studiojë ato, sepse e ka qytetarin në mendje dhe për shkak se e ka shërbimin në zemër. Këto zgjedhje 12 tetorit nuk janë thjesht vetëm votim për një kryetar, ato janë referendum për të ardhmen e kryeqytetit. Kësaj radhe e kanë kandidatin e shkëlqyer më të mirën në këtë shekull që prej çlirimit në kryeqytet Hajrullah Qeku. Ka për juve të cilët edhe mund ta përmendin Kurrizin. Mirë po, miliona euro investime e në fond pikon uji nga qatia. Prandaj me 12 tetor duhet ta çojmë në shtëpi pushtetin që I hyn uji posa bieshi. Besabe si qite